Ja ku jemi përsëri në gjithçka rreth makinave dhe në këtë video do t'ju flas për makinat që kanë probleme vetëm nëse ti nuk di t'i përdorësh dhe ti mirëmbash. Nuk janë makinat që prishen shpejt, por jemi ne. I trajtojmë ato si karroca dore. Qëndroni në këtë video pasi do t'ju tregoj për 10 makinat që nuk të lën kurrë në rrugë, nëse ti sigurisht di t'i mirëmbash. Në vend të parë është një Volkswagen Golf 5 1.9 TDI, e famshme për jegjatësinë e saj, legjendare, derisa dikush harroi të ndërroj vajin për 30.000 apo 35.000 kilometra. Nëse e trajton siç duhet, ajo nuk e prish volantin, nuk e dëmton turbon dhe jam i sigurt për këtë që po them, në Vareza do të shkoj me këmbët e veta. Në vend të dytë është një BMW 320d E90. Jam i bindur se këtu do të kapeni të gjithë ju që BMW-t i konsideroni si barake, koteca pulash apo çdo epitet tjetër të mundshëm. Është makinë fantastike, por nëse nuk e ngro mirë motorin dhe i jep gaz çdo mëngjes për t'i thënë komshiut që ke ngjitur se ej, ndeza bishën unë, do të përfundosh tek mekaniku me turbo në dorë. Në vend të tretë, sigurisht qëndron një japoneze Toyota Avensis 2 mish motori naftës D4D. Është një motor legjendar, por vdes vetëm nga neglizhenca me filtrin e naftës. Sidomos kur atë e blini në AliExpress apo në Temu. Në vend të katërt është një gjermane, një makinë që unë e kam patur, Audi A4 2 mish TDI, shkon me miliona kilometra. Për aq kohë sa ti vaj nuk ja fut me bidon plastik dhe pas një lloj pulle dhe sigurie të cilësisë që ti po përdor. Ka nevojë për shërbime cilësore, pra jo rastësore. Në vend të pestë është një tjetër makinë, një tjetër gjermane, Opel Astra 1.7 CDTI, por edhe motori 1.9 është goxha ekonomik. Nuk është makina legjendave që defektoze apo nuk bën një lek e tjera me radhë, por nëse ja mbush gomën me 3 bar në vend të 2.2 bar, fillon t'ju dridhet bota dhe t'ju vi mendja vërdall, a thu se po bine i tërmet. Në vend të 6 qëndron një Mercedes V211. Makina që për mua realisht ka harruar që të vdes edhe pse pi dhe djeg çdo lloj karburanti. Në vend të 7 është një Nissan Micra që unë e kam shitur me dhimbje. Makina që nuk të lë kurrë në balt, është e vogël, praktike për t'u parkuar, madje e kam parkuar edhe në hyrje të pallatit. Duket ekonomike në fakt, por e kap 10-shen në qytet, madje ndonjëherë edhe te i kalon, sidomos në Tiranë. Në vend të 8 është një Renault Clio, makina që askush nuk ja di vlerën, ekonomike, komode, thonë që janë problematike me elektronikën, por nga eksperienca ime e them me bindje që kjo nuk është e vërtet. Sigurisht makina duket edhe nga kilometrat që ka përshkruar. Është aq e mirë sa motorin ja ka marrë edhe Mercedesi. Në vend të 9 është një Skoda Fabia, nuk e kuptoj pse shqiptarët shpenzojnë shumë para për të bler një Volkswagen,
kur në këtë markë ndryshon vetëm stema, logoja pra, nga Volkswagen në Skoda, ose Shkoda, si që keni qef ju ta quani. Është identike dhe kushton shumë më pak se Volkswageni. Në vend të 10, në vend të fundit është një Volkswagen Caddy. Unë e quaj mushka e fshatit që hyn në çdo rrugë dhije. Makinë ideale për punë, por pse jo edhe për familje. Ka një hapësirë të paparë, domethënë, si për pasagjerin, si për pjesën e pasagjerëve mbrapa apo edhe të bagazhit. Dhe këtu më lejoni që t'ju them që makinat nuk kanë faj. Faj kemi ne që i trajtojmë si pastruese shtëpie. Mbaje mirë të mban gjatë. Mbaje keq ta kthen hakun tek fatura në fund të servisit. Shpresoj që e gjithë energjia ime që shpenzova për të folur këtu përballë jush dhe më pas për të montuar këtë video që të duket sa më mirë dhe sa më e dobishme dhe më e qartë për ju, sinqerisht do t'ju falenderoj që më ndiqni në YouTube, Facebook, Instagram dhe TikTok në gjithçka rreth makinave. Dhe ju që nuk më ndiqni akoma, ju ftoj të shtypni butonin subscribe dhe të shihemi në videon e radhës. Faleminderit.